Këto janë 7 thënie të zgjedhura nga filozofi i madh antik Aristoteli, të cilat reflektojnë urtësinë e tij mbi jetën, edukimin dhe virtytin. Citojmë: 1. Ne jemi ajo që bëjmë në mënyrë të përsëritur. Përsosmëria, pra, nuk është një veprim, por një zakon. 2. Rënjet e edukimit janë të hidhura, por fruti është i ëmbël. 3. Të njohësh veten është fillimi i gjithë urtësisë. 4. Njeriu është nga natyra e tij një qenie sociale dhe politike. 5. Ajo që është e vështirë është e dëshirueshme. 6. Natyra nuk bën asgjë në zbrazëti. 7. Varfëria është prindi i revolucionit dhe krimit. Këto thënie theksojnë rëndësinë e veprimit, moralit dhe zhvillimit personal.